إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندريمي تكون الله عز وجل atë e falenderojmë prej ti ndihme dhe falje kërkojmë. Salavatet për shëndetet I dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, ne dikon tjetër, në një vend tjetër më herët, I kemi folur 5 hutbe rreth mrekullive që Allahu Azza wa Jall ja ka dërgu dhe ja ka dhënë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E kena pas fol atëherë se prej mrekullive që Zoti I Madhërisht I ja dha Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, bëri që edhe kufsha, edhe koma kufsha e delës së pjekur t'i flet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe historiku na kanë treguar atëherë. Pastaj kena pas tregu që Allah Azza wa Jall prej mrekullive që ja ka dhënë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është që edhe pemët, kur pejgamberi I ka urdhëruar pemët, edhe ato ju kanë bind, edhe pemët si pem, ju kanë bind pejgamberit alaihi salatu wasallam dhe kanë fillu me ardh kur I ka thirr pejgamberi alaihi salatu wasallam. Pastaj kanë përmend mrekulli tjetër që I ndodhi pejgamberit me qumësht gjatë hijretit të tij. Pastaj kena përmend që mrekulli tjetër Zoti ja patnon pejgamberit alayhis salam që edhe kafsha si kafsh I ka bërë sejdë respekti pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kafsha si kafsh, shenjë respekti I ka bërë sejdë pejgamberit alaihi salatu wasalam. Pastaj Allah Azza wa Jall I bëri një mrekulli që pat në kur tentoi Ebu Jehli ta mbyt pejgamberin alayhi salatu wasalam, Allahu dhe atu ja dha një mrekulli dhe këtë kena përmend edhe një herë mrekullia që ndodhi me Suraq ibn Malikin kur ai tentoi me ndjek pejgamberin gjatë hijretit e tij për ta mbytur dhe historiku qysh e kam pas treguar atëherë më herët dhe tashmë normal nuk I përsëritim këtu. Vetëm se tash I ka ardhur radha mrekullisë tjetër me radhë e ajo është qarja e hënës. Nuk do të thotë që ju se keni ndëgju kur këtë, por ndeshta t'ja rikujtoj juve dhe me këto t'ju forcohet ndoshta imani I juaj. Fillimisht, mrekulli e jashtëzakonshme është një veprim diçka I jashtëzakonshëm mbi, nëse guxojmë me thonë, mbi natyror që njerëzit se kanë mundësi me bë ato. Ajo bëhet veç me lejen e Allahut Azza wa Jall. Ajo, për ndryshe njerëzit e thjesht, një gjë të tillë nuk mujnë me bë ato. Dhe Allah Azza wa Jall përmes këtyre mrekullive I ndihmon pejgamberëve të tij që ai dërgon tek njerëzimi. I ka ndihmu edhe përmes mrekullive që njerëzit me pasi çka po ndodh, diçka jashtëzakonshme, diçka që s'ka mundësi me ndodh vetëm se nëse Zoti I Madhërisht ai I jep leje. Sikur që është çështja e Kur'anit, një Kur'an nuk ka mundësi me pru dikush e asa një surët këtij Kur'ani diçka të ngjashme me to s'munden me sjell. Sado që ti hesim përpara me mendjet e tyre s'mujnë. Vetëm se kjo jep me kuptu se kjo mrekulli ja rrit imanin besimtarit se vërtet kjo qen ka prej Allahut Azza wa Jall. Sigurisht edhe rasti I shkopit të Musës alayhis salam, ishte shkop një dru, ndërsa kur ai e hedhte ato me lejen e Allahut, ai u bën ke gjarë për. Pastaj, kur me dorën e tij e shtike në shekullën e tij ose në xhepin e tij, kur e nxjerr ke I baj ke dritë, pas një tmet, edhe prapë shtike dhe junalke, kësa në këtu, pastaj ke qarje e hanës për cilën tash po flasmi, neve na shton besimin, imanin, dashurinë ndaj pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se një gjë të tillë, pa qenë pejgamberi I Zotit,
nuk ka mundësi Allah dikujt mi avani diçka tillë pa qenë, edhe Allah nuk ja jep Allahu dikujt pa qenë pejgamber i tij. Ndërsa çështja e qarjes së hanës është një mrekulli që ndodhi në kohën e pejgamberit alayhis salam. Qarja e hanës, për ata të ri që se kanë dëgju hanën që na shohmi. Kur vjen nata, që shifet hana e plot, që këtë hanë pejgamberi alayhi salatu wasallam kërkoi prej Allahut që Allahu me qa për gjysmë hanën, dhe ashtu si që ja bëri me shenjë pejgamberin u qa hana. Për këtë po flas për ata që se kanë dëgju kur. Ndërsa tregon Enesi radiallahu anhu, tha ju flukën një natë prej natëve, mushrikunët, idhujtarët, ata që besojshin në idhuj, erdhën pejgamberit për ta nënçmuar, për ta nënlërsuar, për ta mujt ato, dhe kërkun na jep ti neve një shenjë të fortë që ti vërtet je pejgamber. E disa të tjerë e kanë zbërty këtu hadithe, kanë thonë që hajt mësh me qa hanën që shpo shifet tash qaje për nëse jeti vërtet pejgamber. Por në këtë hadithin e Enesit, tha kërkun një shenjë të madhe me i bindë mushrikunët, ata idhujtarët me i bindë se vërtet ai është pejgamber. Atëherë pejgamberi alayhis salam ja bëri atëherë, unë do t'ja sjellë si mrekulli, do t'ju sjellë si argument. A ju mjafton kjo qarja e hanës, dhe u qa hana në dysh, thot Enes ibn Malik, dhe njona ishte në pjesën e kodës Hira, pjesa tjetër e hanës u duke në pjesën tjetër të Hiras. Kështu tregon të kodës Hira. Kështu tregon Enesi. Një tjetër transmetim që vjen për Ibn Mes'udit, thot se kur i thanë mushrikunët, idhujtarët, natë kishim besu ty, nëse ti pra e ban mu qa hana qëto. Atër pejgamberi alayhis salam kërkoi prej Allahut azza wa jall mu qa hana. Dhe u qa hana në dysh. Thot Ibn Mes'udi u qa ishmi najt me pejgamberin në të momente. Kur u qa hana së shka shofmi në dysh, njëna ishte i bike si me qenë para kodrës Hira, tjetra pjesë e hanës pas kodrës Hira. Dhe atëherë kur e pan ata idhujtarë që ishin rreth pejgamberit, që u përpiqen me mujt pejgamberin me këto, që s'munde me pejgamberin me bon një gjatë tillë, atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha, ashhidu, atëherë dëshmoni për ju tasht. Dëshmoni. Në këtë hadith është orbesh një herë fjala dëshmoni, disa hadithe tjera dy herë. Dëshmoni i tha, pra dëshmoni tash që unë a jam pejgamber, pra tash sipas juve. Dëshmoni ju që unë jam tash pejgamber. Vërtet jam se që to s'ka mundësi këtë nimet, ose këtë mrekulli me bo dikush tjetër, vetëm se Allahu kur t'jep leje, ose kur t'ja jep këtë mundësi përmes një pejgamberi. E pastaj, ose disa të tjerë kuptime këton dëshmoni, bini edhe njerëz të tjerë, çka po doni që tashti. Hajde bini të bëni këtë kështu në hanën që shoqo. A ju mjaftën juve argument që kjo se unë jam pejgamber, dhe hadithin këto është në dy hadithe që i përmenda janë në dy sahijat. Ndërsa një prej alameteve që prej shenjave që veç ka përfundu, se janë disa shenjat kiametit, disa kanë përfundu, disa s'kanë ardhë ende, disa të vogla thuj se të vogla shumisa thuj se gati janë përfundu, të mëdhajat ende dhe s'kanë ardhër. Prej shenjave që kanë përfundu është edhe qarja e hanës. Këtë na tregoi pejgamberi alayhi salatu wasallam një hadith tjetër që gjithashtu e sjell Buhariu dhe Muslimi. Tha pejgamberi alayhi salam, khamsun qad madain, 5 prej shenjave të kiametit kaluan, shkuan, u shfaqen, 5 prej shenjave të kiametit. Cilat janë ato? Tha ad-dukhan, tymi. Kjo tymi është, e kanë komentuar dietarët, kanë thonë për shkak një tymi, ose për shkak një thatësie të madhe që ju ndodhi idhujtarëve të Mekës në atë kohë, u quajt edhe kështu tymi. Pastaj kjo veç ndodhi, tha pejgamberi. Tjetra tha wal qamar, edhe qarja e hanës. Këto mo veç e keni pa që u qa hana. Pastaj tha wal rum, edhe fitoria e persianëve ose bizantinëve. Sikur që e përmendja Allahu Azza wa Jall në vend tjetër në Kur'an, e që edhe një sure kaptine ja vëri emrin Rum, surja Rum, atëherë tha Allah Azza wa Jall, tha gulibeti Rum, u mojtën bizantinët.
U mujtën Bizantinët. Allahu e sjellë edhe brenda Kuranit, vetë Kurani është mrekulli, po brenda ati një pjesë tjetër mrekullisë tha, fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. U mujtën Bizantinët në një tokë të afërm me Shamin, ose në një tokë të afërm me Hijazin, tha edhe shumë ofër, brenda 9 viteve, ata do të fitojnë ndaj persëve. Ndaj persianëve ata përsëri do të fitojnë. Hale fitoria nuk ishte, por kur u bon diçka më pak se 9 vite, prap fituan pra romak Bizantet, ose romakët fituan ndaj persëve, ashtu që tha Allahu Azza wa Jall. Kjo është ta pejgamberi, kjo ka përfundu, edhe shenjë tjetër tha, wal batshetu, edhe një mbytje, një vrasje e madhe, edhe kjo ka përfundu. Kur përfundoi? Kjo përfundoi në luftën e Bedrit, kur u mbytën një 70 e më shumë prej idhujtarëve, e sa prej tyre u zonën rëb. Edhe kjo ta ka përfundu prej shenjave të kiametit, tha gjithashtu wal lizamu, edhe gjithashtu një thatësi e madhe që kam i godit arabët në atë, edhe kjo ka përfundu. Por në këtë hadith pejgamberi a.s. na bëri me shenjë që prej këtyre 5 shenjave që veç kanë përfundu, duke qenë pejgamberi a.s. gjallë, këto kanë përfundu. Atëherë një prej tyre tha qarja e hanës. Për ta dhe Allahu Azza wa Jall në Kur'an, në surët Rum, në surët Al-Qamar, kur Allahu Azza wa Jall i avëri një sureje, një kaptine, emrin kaptina e hanës. Edhe në tonë fillim shka tha, iqtarabet is-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Tha Allahu, u afru ora, u afruan çastet e kiametit. O ju njerëz, kiameti është afër. Kështu drejtu Allahu në këtë ajet. E pse shka ndodhi tha, wa inshaqqa al-qamar, se u qa edhe hana. Këto Allahu e përmendi, pra afru kiameti, edhe u qa hana. Wa yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Mirë po tha, s'marrin në vesh ata që s'dojnë me marrë vesh. Ata idhujtarët s'dojnë me marrë vesh, prap tha Allah Azza wa Jall, çka thojnë ata? Ata nuk thojnë tjetër, vetëm se thojnë për këto qarjen e hanës, veç kjo është një prej vazhdimësisë së sihrit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sepse kur i pejgamberi alaihi salam ndodhi që u qa hana, ata njerëzit që ishin në rrjetit idhujtarët, çka thanë? Njëherë metën të shtanguar, se që shka po shohin, mirë po dikur, apet, ata partia, pasuesit e shejtanit, apet thanë, jo thanë, ky pejgamber, ky Muhammed sallallahu alaihi wasallam, veç është të na bë siher neve, se kjo nuk është qa hana për një me. Atëherë disa prej tyre thanë, mos u gutni. Atëherë po i zona ato qyshet e rrugicave të Mekës krejt, pa rreth kujna. Prej sonte, kushdo që të vjen prej udhëtarëve ton, që kanë shku për tregeti ose janë dorë prej Mekës, do t'i pyesmi. Pa i tregun fillim nëse a keni po hanën, por do t'i pyesmi. I zonën qyshet e Mekës. Edhe shkotën, kush hike ato në Mekë, i thoshin, mos ka ndodhur këtu ne diçka më e veçantë. Shumë prej tyre thoshin, po bre, natën diçka kemi pa që është qa hana ndësh dhe ka nejt një kohë që ashtu e pastaj është bashku. Mirë po, edhe kjo ju mund mushrikunëve idhujtarëve, por ata prap thanë, valla thanë, atë shumë e ka përhap, e ka shpërnda sihrin Muhamedi alayhi salatu wassalam, idhujtarët kështu thanë, atë shumë e ka shpërnda sa që i ka bon sihr juve syve të njerëzve, por edhe hanës si hanë, atje i ka bon sihr dhe e ka do ndësh, vetëm se kur s'dojnë me besu, nuk dojnë. Dërsa Sheikhul Islam Ibn Taymija në librin Jawami' as-Sahih, ma i gati titulli më kaq, thotë se atë shumë pejgamberi alayhis salam e lexonte surën Al-Qamar, e lexonte në për festa, si në bajrame, kështu e lexonte, në xhumo e lexonte, në namaz e lexonte. S'ka rastis ndonjëherë që ndajkush prej sahabeve, edhe prej aty që ndëgjojshin leximin e pejgamberit ka e lexon, me thonë, për çka po flitet be? Për cilën han po flitet? Si ka qa? Si s'pe dishmi këtë sen na, oj dërgumi Zotit? Asnjëherë s'ka ndodhur ta Sheikhul Islam Ibn Taymija, kjo aludon, kjo tregon se ata ka qenë më se e njoftur se hëna është qa ndësh, dhe hadithet
për sqarjen e hanës kenar prej shumë sahabeve, si për Ibn Mes'udit, Ibn Abbasit, Ibn Omerit, Hudhaifes, Aliut, edhe shumë sahabive të tjerë kenar transmetime deri tek pejgamberi se u qa e panëm hanën, u qa hana, ndërsa jo veç kaq, por edhe zbulimet shkencore të fundit, të zamanit fundit, të kohës së fundit, edhe ato janë ardhur me një konkluz, edhe me një përfundim se duke u përpiq me pas se çka ka tek hon, e kem pas që hona e ka një vijë të gjatë, një fat kanali të gjatë mbi to që shihet ndoshta edhe prej lart, edhe kjo është vetëm se shenjë që kjo hon, edhe nëse se kanë besu, edhe pastaj kjo hon vetëm se një herë ka qa, e pastaj është bashku. Për ta Allahu Azza wa Jalla në Kur'an tha, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim." Tha Allahu, ne do t'ja u paraqesmi argumentet e tona në hapësirën toksore edhe ato qiellore. Wa fi anfusihim, edhe në vetet e tyre do t'ju sjellmi argumente, hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, derisa të binden ata njerëz se vërtet ky Kur'an është libër i Allahut Azza wa Jall, i shpallur dhe i zbritur prej Allahut Azza wa Jall, dhe është fjalë e tij. Derisa ata të binden, na do t'i sjellmi argumente. Por normal, prap atyre që Allahu ja ka volosur zemrat e tyre, edhe nëse i bjen sa dush argumente, zemra e tyre mbetet e volosur dhe vendi i tyre mbetet në xhehenem. Ndërsa kjo është një prej mrekullive që ju dha pejgamberi selam. Na do të vazhdojna, nuk e di herën tjetër apo kur t'i vjen randi, në vazhdimsi të kësaj që një herë më aty kemi nis, po ndërkohë nga pak e bina për më na vështu neve dashuria për më të dashurin ton pas Allahut për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahun Azza wa Jall të na fal, të na mëshiron. Elusmi Allahun Azza wa Jall me pejgamberin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberët e tjerë, Allahun xhennetin ata kanë, walhamdulillahi rabbil alamin.